تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. E gjithë lavdia I takon vetëm Allahut. Ata e lavdrojmë, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes son dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu, s'ka kush e devion dhe ka e devion Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një dhe I vetëm, që nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se pejgamberi ynë Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij, salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e Tij dhe të gjithë shokët e Tij. Mëtej, kini frikë Allahut, robërt Allahut, ashtu si I takon madhrisë së Tij, ruhun I zemrimit të Tij dhe kujtoni mbikëqyrjen e Tij në fshehtësi dhe në publik. Robërt Allahut, sot do të flasim për nanën tonë, nënën e besimtarve, Aishan radhiyallahu anha, të sinqertën, bijen e të sinqertit. Atë që Allahu për të dhe për gratë tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Wa azwajuhu ummahatuhum." Bashkëshortet e tij janë nënat e tyre, janë nënat e besimtarve. Ajo grua për të cilën kur u pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush është më I dashuri yt? Kush është më I dashuri për ty nga të gjithë njerëzit? Tha Aisha. Dhe për të cilën ka thënë: "Ja umme Salama, la tu'dhini fi Aisha, fa innahu wallahi ma nazala alayya al-wahyu wa ana fi lihafi imra'atin minkunna ghayriha." Oj ummu Salama, mos më lëndo në lidhje me Aishën, sepse pasha Allahun, shpallja nuk më ka zbritur në shtratin e asnjë gruaje tjetër prej jush përveç saj. Transmeton Buhariu. Ajo grua në dhomën e së cilës ndroi jetë I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, mes gjoksit dhe fytit të saj. Virtytet e saj janë të shumta dhe mirësitë e saj janë të panumërta. Atë e do secili besimtar dhe nuk e urren e nuk shpif ndaj saj dhe nderit saj askush vetëse një pabesimtar, zindik dhe munafik. Ne kemi një ndalesë me ngjarjen e sprovës së saj, durimin e saj dhe shfaqjen e pafajësisë së saj nga ajo që shpifën shpifësit prej munafikëve dhe për zbritjen e ajeteve për këtë çështje që lexohen deri në ditën e gjykimit. Ibn Kathiri, Allahu e mëshiroft, ka thënë prej veçorive të saj është se Allahu I lartësuar e shpalli të pafajshme nga ajo që akuzuan njerëzit e shpifjes dhe zbriti për pafajësinë e saj dhe mbrojtjen e saj shpallje që lexohet në mihrabet dhe në namazet e muslimanëve deri në ditën e Kiametit. Përmbledhja e kësaj ngjarjeje është ajo që ka treguar Aisha radhiyallahu anha. Ajo thot: I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, kur dëshironte të udhtonte, hidhte short mes grave të tij. Në një prej betejave hodhi short mes nesh dhe shorti ra mbi mua, dhe kështu unë dola me të dhe kështu unë dola me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, pasi kishte zbritur urdhri I mbulesës, pasi kishte zbritur urdhri I hijabit. Kur u kthyen nga beteja dhe u afruan afër Medines, një natë gjatë udhëtimit e lajmëruan nisjen gjatë natës. U ngrita kur u dha sinjali I nisjes
dhe eca derisa u largova nga ushtria. Pasi kreva nevojën time, u ktheva në vendin tim dhe e preka gjoksin, kur pash se Gjerdani im ishte kputur. U ktheva ta kërkoja atë dhe kërkimi më vonoi. Ndërkohë, ata e ngritën Heudexhin tim duke menduar se unë isha brenda tij, kurse Heudexh është një samar i ndërtuar si në formë të tendës, në të cilën udhtojnë gratë, është tendë që mund të fus brenda 2 veta ose më shumë dhe në të udhton gruaja mbi deve sikur të jetë në dhomën e saj. Ndërkohë ata ngritën Heudexhin tim duke menduar se unë isha brenda tij, sepse isha e lehtë në peshë një vajzë e re, dhe e nisën deven dhe u larguan. E gjeta Gjerdanin pasi ushtria ishte larguar. Kështu u ula në vendin tim duke shpresuar se do të vinin re se mungoj dhe do të ktheheshin për mua. Ndërkohë që isha ulur në vendin tim, më zuri gjumi. Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami ishte pas ushtrisë. Në mëngjes arriti tek vendi im dhe pa një figurë njeriu të fjetur. Më njohu sapo më pa, sepse më kishte parë para zbritjes së ajeteve të hijabit. U zgjova nga fjala e tij inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kur më njohu. Unë mbulova fytyrën time me rrobën time. Pasha Allahun nuk folëm asnjë fjalë dhe nuk dëgjova prej tij asnjë fjalë tjetër përveç istirxhait të tij, fjalës inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai më afroi deven, e uli, unë hipa në deve dhe vazhdoj ta tërheq atë derisa arritëm tek ushtria në mesditë, kur ata ishin ndalur. Ajo thot, u shkatrofshin dhe u shkatruan ata që u shkatruan nga kjo shpifje, dhe ai që mori përsipër pjesën më të madhe të shpifjes ishte Abdullah ibn Ubej ibn Selul me disa të tjerë. Ajo thot, arritëm në Medinë dhe u smura për një muaj. Ndërkohë që njerëzit flisnin për fjalët e shpifësve, pa e ndjerë unë fare këtë. Ajo që më shqetësonte në smundjen time ishte se nuk po e shihja nga i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam atë butësi që e shihja zakonisht kur smuresha. Ai vetëm hynte, jepte selam dhe thoshte sije, pastaj largohej. Kjo më shqetësonte, por nuk e morra vesh sherrin që bëhej. Një natë, pasi fillova të shërohem dhe përmirësohem, dola me Ummu Mistah, nënën e Mistahut, drejt vendit ku shkonim për nevojat tona, dhe ne nuk dilnim vetë se natën, para se të ndërtonim nevojtore pranë shtëpive tona. Kur u kthyem Ummu Mistahut i zun këmbët në rrobën e saj dhe tha, u shkatroft Mistahu. I thash, sa fjalë keqe, si shan një njeri që ka marrë pjesë në luftën e Bedrit. Ajo tha, o kjo, a nuk e ke dëgjuar çfarë kanë thënë? I thash, çfarë kanë thënë? Atëherë ajo më tregoi për fjalët e shpifësve. Atëherë më shtua smundja më shumë mbi smundjen që kisha. Kur u ktheva në shtëpi, hyri i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, dha selam dhe tha, sije. I thash, a më lejon të shkoj te prindrit e mi, sepse doja të sigurohesha për lajmin prej tyre. Ai më lejoi. I thash nanës sime, oj nana ime, çfarë po flasin njerëzit? Ajo tha, oj bija ime, lehtësoja vetes. Pasha Allahun, rrallë ndodh që një grua e bukur t'jetë tek një burr që e do dhe të ketë bashkëshorte të tjera, e ato të mos i shtojnë fjalët kundër saj. Thash subhanallah, apo flasin njerëzit kështu? Atë natë qava deri në mëngjes. Lotët nuk më ndaleshin dhe gjumi nuk më zuri asnjë çast. Pastaj vazhdova të qaja gjatë ditës. Mëtej Aisha radhiyallahu anha thot, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i thirri Ali ibn Abi Talibin dhe Usame ibn Zeidin. Pasi nuk i erdhi shpallja në lidhje me këtë temë, për t'i pyetur dhe për t'u këshilluar me ta për ndarjen nga gruaja e tij. Usamja i tha të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam atë që dinte për pafajësinë dhe pastërtinë e nderit të familjes së tij dhe për dashurinë që kishte për ta. Dhe tha, është familja jote dhe ne nuk dim për të asnjë të keqe, por vetëm mirë. Kurse Aliu i tha, o i dërguari Allahut, Allahu nuk ta ka bërë të ngushtë çështjen dhe gratë janë të shumta përveç saj. Pyete shërbetoren, ajo do të ta tregojë të vërtetën. Atëherë
I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e thiri Beriran dhe i tha: "O Berira, a ke parë diçka që të fut dyshim?" Ajo tha: "Pasha atë që të ka dërguar me të vërtetën, nuk kam parë tek ajo asgjë që ta qortoj ose ta kritikoj." Kështu ishte fama e saj radhiyallahu anha. Njerëzit nuk njihnin prej saj asgjë vetëse mirësi. Si jo, kur ajo është bashkëshortja e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam në këtë botë dhe në ahiret. I them këto fjalë që i dëgjuat dhe kërkoj falje tek Allahu i madhrishëm për mua dhe për ju, nga secili mëkat dhe gjuna, kërkoni falje atij, sepse ai është falësi mëshiruesi. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. Gjithë lavdia I takon Allahut për secilën mirësi. Ata e falenderojmë për suksesin dhe për çdo dhunti. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejt përveç Allahut një dhe I vetëm dhe I pastër nga çdo ortakri, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguari I Allahut, I cili thiri për tauhid, për moral dhe për çdo mirësi. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen dhe shokët e tij në përgjithësi. Mëtej ju porosis ju dhe veten time me takva. Kush I ruhet Allahut, atë Allahu e ruan, e ndihmon dhe Allahu I mjafton. O robërt Allahut, kështu sprovua e sinqerta bija e të sinqertit, me këtë sprovë të madhe. Ajo thot: "Qava gjitha të ditë, lotët nuk më ndaleshin dhe nuk më zinte gjumi. Prindrit e mi qëndruan pranë meje dhe unë kisha qarë 2 net dhe 1 ditë pa pushim. Lotët nuk më ndaleshin dhe nuk më zinte gjumi, derisa mendova se e qara do të ma coptonte mëlçin. Ndërkohë që prindrit e mi ishin ulur pranë meje dhe unë qaja, kërkoj leje për të hyrë një grua nga ensarët. I dhash leje dhe ajo ul pranë meje dhe filloi të qaj bashkë me mua. Ndërsa ishim në këtë gjendje, hyri I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, dha selam dhe ul. Ai nuk ishte ulur tek unë që nga koha kur u përhap ajo që u përhap për mua, dhe kishte kaluar 1 muaj pa I ardhur shpallje për çështjen time. Kur ul, I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e tha shahadetin, pastaj tha mëtej: "O Aisha, më ka arritur për ty kjo dhe kjo. Nëse je e pafajshme, Allahu do të shpall të pafajshme. E nëse ke bërë ndonjë mëkat, kërko falje nga Allahu dhe pendohu tek ai, sepse kur robi e pranon mëkatin dhe pendohet, Allahu ja pranon pendimin." Aisha thot: kur I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e përfundoi fjalën e tij, lotët më ndalen, saqë nuk ndjeva se kam asnjë pikë. I thash babait tim: "Përgjigju në vendin tim të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam për atë që tha." Ai tha: "Pasha Allahun, nuk di çfarë t'i them të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam." I thash nanës sime: "Përgjigju në vendin tim të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam." Ajo tha: "Pasha Allahun, nuk di çfarë t'i them të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam." Atëherë thash, duke qenë një vajzë e re që nuk dija përmendës shumë Kur'an, thash: "Pasha Allahun, e di që ju e keni dëgjuar këtë fjalë dhe ajo është ngulitur në shpirtat tuaj dhe e keni besuar. Nëse ju them se jam e pafajshme, nuk do të më besoni. E nëse pranoj diçka, ndërkohë që Allahu e di se jam e pafajshme, ju do të më besoni. Pasha Allahun, nuk gjej për veten time dhe për ju ndonjë shembull tjetër përveç fjalës së babait të Jusufit, kur ka thënë: "Fa sabrun jamil, wallahu almusta'anu ala ma tasifun." Por durim I bukur. Allahu t'i kërkoj ndihmë kundër asaj që po përshkruani ju. Pastaj u ktheva dhe u shtriva në shtratin tim. Allahu e di se unë në atë moment isha e pafajshme dhe isha e bindur se Allahu do ta shpallte pafajësinë time. Por pasha Allahun, nuk mendoja se Allahu do të zbriste për çështjen time shpallje që do të lexohej. E shihja veten shumë më të vogël E shihja veten shumë më të vogël se sa që Allahu të fliste për mua me Kur'an. Por shpresoja që I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam të shihte në ëndër diçka me të cilën Allahu do të më shpallte të pafajshme.
Pasha Allahun, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk u ngrit nga vendi i tij dhe askush nga familja nuk doli derisa ju zbrit shpallja. Pastaj u lehtësua i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i hapi syt duke buzëqeshur. Fjalët e para që tha ishin: "Ya Aisha, amma Allahu faqad barra'aki." O Aisha, Allahu të shpallit pafajshme. Hadithi dhe gjithë kjo histori është në Sahihun e Buhariut dhe Sahihun e Muslimit. Nëna ime më tha, ngrihu tek ai. Unë thash, pasha Allahun nuk ngrihem tek ai. Unë sot nuk e falenderoj askënd përveç Allahut madhruar. Dhe Allahu zbriti për pafajësinë e saj ajetet e surës Nur: "Innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum." Me të vërtet, ata që shpifën janë një skot prej jush. 10 ajetet surës An-Nur, përkthimi i cilëve është: me të vërtet, ata që shpifën janë një skot prej jush, mos e quani atë si të keqe për ju, përkundrazi, kjo është mirë për ju. Çdo njeri prej tyre do të dënohet për atë që ka bërë, kurse atë që ka shpifur më shumë e pret një dënim i madh. Kur e dëgjuat këtë përgojim, përse besimtarët dhe besimtaret nuk menduan mirë për njëri tjetrin dhe të thoshin kjo është shpifje e qartë? Pse nuk sollën për këtë 4 dëshmitar? Me që nuk sollën dëshmitar, ata janë gënjeshtar para Allahut. Sikur të mos ishte mirësia Allahut ndaj jush dhe mëshira e tij në këtë botë dhe në tjetrën, me siguri do t'ju godiste dënimi i madh për atë që bëhet. Ju përcillnit me gjuhët tuaja dhe flisnit me gojët tuaja diçka për të cilën nuk kishit dijeni. Ju këtë e merrnit për gjë të lehtë, por para Allahut kjo ishte një shkelje e madhe. Përse kur e dëgjuat përgojimin nuk thatë, nuk ka hije për ne të flasim për këtë? Ti qofshi i lavdruar, o Zot, kjo është shpifje e madhe. Allahu ju paralemron që të mos e përsëritni kur më diçka të ngjashme, nëse jeni besimtar. Allahu ju shpjegon shpalljet se Allahu është i urtë i gjithdijshëm. Ata që duan të përhapen shpifjet e turpshme ose imoralitetin ndër besimtarët, i pret një dënim i dhëmshëm në këtë botë dhe në tjetrën. Allahu i di të gjitha e ju nuk i dini. Sikur të mos ishin mirësia dhe mëshira e Allahut ndaj jush, si dhe fakti se ai është i butë e mëshirues, dënimi i tij do të shpejtonte. Këto janë 10 ajete nga surja Nur, por për kuptimin dhe rikujtimin të vazhdueshëm të kësaj çështjeje, ju këshilloj që t'i lexoni 30 ajetet e para të surës An-Nur me përkthim, duke lexuar me ngadalë dhe me kuptim të thellë. O robërt Allahut, ruajeni nderin e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke ruajtur nderin e tij familjar dhe urreni atë që shpif ndaj saj, sepse shpifja ndaj saj është shpifja ndaj të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Imam Ahmedi, Allahu e mëshiroft, nëse sheh një njeri që i përmend shokët e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam me të keqe, atëherë dyshon në islamin e tij. Prandaj mos keni mendim të mirë ose shpresë të shijat të cilët bëjnë propagandë se e ndihmojnë islamin ose muslimanët, por shpifin për nderin e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe nënçmojnë pozitën e tij. Hapni syt dhe mos lejoni të jeni të manipuluar. O robërt Allahut, dërgoni salavat dhe selam për mëshirën e dhuruar dhe dhuntinë e ofruar për pejgamberin tuaj Muhammedin, të dërguarin e Allahut, pasi ju ka urdhëruar Allahu dhe ka thënë: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Vërtet Allahu jep salavat pejgamberit dhe me lajket luten për të me salavat. O ju që keni besuar, dërgoni salavat për të dhe përshëndeteni me selam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men salla alayya salatan, sallallahu alaihi biha 10." Kush më dërgon mua një salavat, Allahu atij i jep salavat 10 herë. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وإحسانك يا أرحم الراحمين.